Shqipëria dhe Kosova kanë shtuar bashkëpunimin ekonomik gjatë viteve të fundit. Eksportet vetëm në 2 muaj janë rritur me 1 miliard lekë krahasuar me fillimin e vitit 2025, duke shkuar në 6.3 miliard. Po ashtu, rritje ka pasur edhe në madhrat që ne blejmë nga Kosova, duke arritur në 1.8 miliard lekë. Po, pavarësisht kësaj, në forumin e biznesit të Shqipëri-Kosovë u theksua se ka ende hapësirë ku vendet mund të shtojnë marrëdhëniet ekonomike. Çdo vit shohim një rritje të ndjeshme të shkëmbimeve tregtare, po edhe të shërbimeve. Dhe kjo nuk ka ndodhur rastësisht. Ka ardhur sepse bizneset tona kanë filluar ta shohin njëri tjetrin jo më si një të panjohur, por si një partner i besueshëm dhe i rëndësishëm. Por na duhet të pranojmë se është kjo mjaftueshme, them që ende ka hapësirë. Ne kemi potencial për shumë më tepër. Dhe ky potencial nuk është vetëm fjala për diçka që ndodh para syve tonë, por edhe për atë që nuk po e shfrytëzojmë. Drejtoresha e Agjencisë së Investimeve, Laura Saro, tha se Shqipëria dhe Kosova duhet të jenë bashkë për të përballuar konkurrencën dhe sfidat globale. Ju keni qenë gjithmonë në 5 vendet më dominante, por dëshira e madhe dhe vullneti nuk na lë që të mos rreshtim këtu, po të vazhdojmë edhe të intensifikojmë sinergjitë midis bizneseve tona. Dhe në këtë kontekst, roli i AIDës është shumë kryesor dhe patjetër na duhet mbështetja e ODës dhe na duhet që të gjithë bëhemi bashkë, që si të kemi sa më shumë projekte të përbashkëta. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, tha se po punohet për të ulur edhe më tej burokracitë për bizneset mes 2 vendeve. Absolutisht përpjekjet janë shumë pozitive për të shmangur çdo burokraci dhe çdo element tjetër dhe në bazë të gjithë rregullave dhe ligjeve, domethënë ata të investojnë dhe të investojnë fuqishëm në Shqipëri. Kosova është gjithashtu investitori më i madh rajonal në Shqipëri. Sipas të dhënave zyrtare, Kosova mban vendin e parë edhe në nivelin e investimeve të realizuar në vendin tonë. Në periudhën janar-shtator 2025, Kosova vjen të pozicionohet e para për sa i përket investimeve, duke arritur vlerën 153 milion euro. Investimet nga Kosova në Shqipëri fokusohen kryesisht në shërbimet dhe tregti, ku po zgjerohen në tregti me pakicë, pasuri të palujshme dhe ndërtim, po ashtu edhe në industrinë përpunuese.